Kafsha që do të dalë para kiametit. Sipas burimeve islame dhe haditheve profetike të sakta, një nga shenjat e mëdha të kiametit është dalja e një kafshe të veçantë, e quajtur Dabatul Ard, që do të shfaqet në fundin e kohës. Përshkrimi Dabatul Ard, sipas haditheve dhe burimeve islame, emri dhe domethënia. Fjala Daba në arabisht do të thotë kafshë ose krijesë që ecën mbi tokë. Ajo njihet si Dabatul Ard, që do të thotë kafsha e tokës. Dalja e saj është një shenjë e madhe e kiametit. Dalja e kësaj kafshe përmendet në Kur'an, edhe në hadithet e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Në surën An-Naml 27:82, Allahu thotë: "Dhe kur të bjerë fjala kundër tyre, ne do të nxjerrim për ta një kafshë nga toka që do të flasë atyre, sepse njerëzit nuk i kanë besuar shpalljet tona." Ky ajet tregon se kjo krijesë do të flasë me njerëzit dhe do të jetë një argument i qartë i afrimit të kiametit. Si duket Dabatul Ard? Përshkrimi i detajuar fizik i kësaj kafshe nuk jepet qartë në hadithet autentike, por disa transmetime tregojnë se do të jetë një krijesë e madhe dhe e çuditshme. Do të ketë disa tipare të kafshëve të ndryshme. Disa transmetime përmendin se do të ketë brir ose pend. Do të ketë aftësinë të flasë me njerëzit në mënyrë të kuptueshme. Ku do të dalë? Hadithet përmendin se Dabatul Ard do të dalë nga Meka, nga xhamia e shenjtë, haremi Kabas, ose nga ndonjë pjesë e tokës që Allahu ka përcaktuar. Sipas disa dietarëve, ajo mund të dalë nga Safa ose Meka në përgjithësi. Çfarë do të bëjë kjo krijesë? Do të flasë me njerëzit dhe do t'i qortojë për mosbesimin e tyre. Do të bëjë dallimin midis besimtarëve dhe jo besimtarëve. Ajo do të vulosë fytyrat e njerëzve, duke shënuar besimtarët dhe jo besimtarët në bazë të veprave të tyre. Thuhet se ajo do të vendosë një shenjë të ndritshme në ballin e besimtarëve dhe një shenjë të errët në ballin e jo besimtarëve. Do të njoftojë afrimin e kiametit. Koha e daljes së saj do të dalë pas shfaqjes së diellit nga perëndimi, një tjetër shenjë e madhe e kiametit. Dalja e saj do të jetë një nga shenjat e pakthyeshme, që do të thotë se pas saj, pendimi nuk do të pranohet më nga Allahu. Hadithet që e përmendin këtë ngjarje, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Shenja e parë që do të shfaqet është lindja e diellit nga perëndimi dhe dalja e kafshës para njerëzve në mëngjes. Cila do prej tyre të ndodhe para, tjetra do ta ndjek me njëherë pas", transmeton Muslimi. Në një hadith tjetër, profeti, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Do të dalë një kafshë nga toka dhe do të ketë me vete shenjën e Sulejmanit dhe shkopin e Musait. Ajo do të vulosë fytyrat e njerëzve." Ahmedi ibn Majah, Hakimi. Dabatul Ard është një krijesë e veçantë që do të dalë si një shenjë e madhe e afrimit të kiametit. Ajo do të flasë me njerëzit, do t'i ndajë besimtarët nga jo besimtarët dhe do të shënojë një fazë ku pendimi nuk do të pranohet më. Ky është një paralajmërim i madh për njerëzimin që të kthehet tek Allahu përpara se të vijë kjo shenjë e madhe dhe e frikshme. Ka disa detaje dhe interpretime të tjera rreth Dabatul Ard, bazuar në komentimet e dietarëve dhe hadithet e ndryshme. 1. Kuptimi dhe simbolika e Dabatul Ard. Shumë dietarë e konsiderojnë këtë krijesë si një paralajmërim të drejtë për drejtë nga Allahu për njerëzimin, duke krahasuar me shenjat e profetëve të mëparshëm. Ajo do të vijë në një kohë kur njerëzit do të jenë larguar nga feja dhe do të kenë humbur lidhjen me besimin e vërtetë. 2. A është Dabatul Ard një krijesë e re apo një ekzistuese? Nuk ka një përshkrim të saktë për natyrën e saj fizike, por disa dietarë kanë sugjeruar se mund të jetë një krijesë që Allahu do ta krijojë posaçërisht për këtë qëllim. Disa transmetime spekulative e përshkruajnë atë si një krijesë të madhe, që mund të ketë tipare të ndryshme, por nuk ka asnjë hadith autentik që e konfirmon këtë. 3. Çfarë do të mbajë me vete? Sipas një hadithi të transmetuar nga Imam Ahmedi dhe Ibn Majah, Daba do të mbajë shkopin e Musait a.s. me të cilin do të shënojë fytyrat e besimtarëve, unazën e Sulejmanit a.s. me të cilën do të vulosë jo besimtarët. 4. Disa interpretime shtesë. Disa dietarë të hershëm si Imam Tabari dhe Qurtubi kanë sugjeruar se Daba mund të jetë simbolik dhe mund të përfaqësojë një lëvizje ose një ndodhi të madhe, jo domosdoshmërisht një krijesë fizike. Megjithatë, shumica e dietarëve kanë pranuar se Daba është një krijesë e vërtetë dhe do të shfaqet realisht në fundin e kohës. 5. Lidhja me mosbesimin e njerëzve. Do të jetë një periudhë kur njerëzit do të mohojnë Kur'anin dhe do të jenë të zhytur në mëkate. Allahu do ta dërgojë këtë krijesë si një provë të qartë për ata që kanë dyshuar në shenjat e tij. 6. A do të dëmtojë njerëzit? Nuk ka ndonjë tregues se Daba do të jetë një krijesë e dëmshme ose shkatruese. Përkundrazi, duket se ajo do të ketë një rol të qartë si lajmtare dhe ndarëse e njerëzve sipas besimit të tyre. 7. Përfundimi i misionit të saj. Pas daljes së Dabatul Ard,
njerëzve nuk do t'u jepet më mundësia e pendimit. Kjo është një nga momentet e fundit para kiametit, dhe pas kësaj do të pasojnë ngjarjet e tjera madhore, si erërat që do të marrin jetën e besimtarve dhe shkatrimi gjithçkaje. Në përmbledhje, Dabatul Ard është një shenjë madhore që do të flasë, do të ndaj njerëzit sipas besimit të tyre dhe do të jetë një provë e fundit për njerëzimin, para se të vijë dita e gjykimit. Ka disa çështje misterioze dhe interpretime të fshehta rreth Dabatul Ard, të cilat dietarët dhe interpretuesit e Islamit i kanë trajtuar me kujdes. Këto sekrete lidhen me natyrën e saj, rolin që do të luajë dhe mënyrën se si do të ndikojë në njerëzimin. 1. Sekreti i madh i kohës së daljes së saj. Një nga misteret më të mëdha të Dabatul Ard është koha e saktë e daljes së saj. Ajo përmendet se do të shfaqet pasi dielli të lind nga perëndimi, një tjetër shenjë e madhe e kiametit. Kur dielli të dalë nga perëndimi, dera e pendimit do të mbyllet dhe mëkatarët nuk do të kenë më mundësi të kërkojnë falje nga Allahu. Kjo tregon se Daba është një paralajmërim final për njerëzimin, por kur saktësisht do të dalë, askush nuk e di përveç Allahut. A është Dabatul Ard një krijesë e zakonshme apo mbi natyrore? Hadithet autentike nuk përshkruajnë me detaje pamjen e saj, por disa burime tregojnë se ajo mund të ketë përmasa të mëdha ose një pamje të pazakontë që nuk është parë kurrë më parë. Ajo do të flasë me njerëzit në mënyrë të kuptueshme, që është një mrekulli e madhe. Kjo tregon se Daba nuk është një kafshë e zakonshme, por një krijesë e veçantë e krijuar nga Allahu me një mision specifik. Sekreti i shenjave që ajo do të vendosë, sipas disa transmetimeve, do të shënojë fytyrat e besimtarëve me një dritë të ndritshme, duke i bërë ata të dallueshëm. Do të shënojë besimtarët me një vulë të errët, e cila do t'i bëjë të dallohen si mohues. Ka një teori se kjo ndarje do të bëjë që njerëzit të mos mund të fshihen më pas maskave të hipokrizisë. Çdo kush do të shihet qartë si besimtar ose jo besimtar. Kjo është e rëndësishme sepse në atë kohë hipokrizia dhe dyfytyrësia do të jenë shumë të përhapura dhe njerëzit do të pretendojnë se janë besimtar pa qenë të tillë me zemër. Lidhja me profetët e mëparshëm, Musain dhe Sulejmanin alayhim salam. Një mister tjetër është pse Daba do të mbajë shkopin e Musait dhe unazën e Sulejmanit. Shkopi Musait alayhis salam ka qenë simboli i mrekullive të Allahut dhe fuqisë së besimit. Me këtë shkop, Musa alayhis salam bëri mrekulli si ndarja e detit. Unaza e Sulejmanit alayhis salam është simboli i urtësisë dhe pushtetit të dhënë nga Allahu, përmes të cilës ai sundonte xhindët, shpirtrat dhe krijesat e tjera. Fakti që Daba do të mbajë këto dy objekte të shenjta mund të nënkuptojë se ajo do të përfaqësojë mrekullinë dhe urtësinë si një nga krijesat e cila do të tregojë fuqinë e Allahut para njerëzve. Do të ketë autoritet dhe një pushtet të veçantë, duke vendosur shenja në njerëz sipas urdhrit të Zotit. Sekreti i ndikimit të saj në shoqëri. Një mister tjetër është çfarë do të ndodh pasi Daba të përfundojë misionin e saj. Pas daljes së saj, besimtarët do të dallohen nga jo besimtarët dhe do të ndahen në mënyrë të qartë. Kjo mund të jetë një ndihmë për besimtarët e fundit në tokë, të cilët do të kenë shumë vështirësi të jetojnë në një botë ku shumica janë jo besimtar. A do të largohet pas kryerjes së detyrës, apo do të qëndrojë derisa të vijë fundi botës? Ky është një sekret që nuk dihet. A është e lidhur me një krijesë që ka jetuar më parë? Disa dietar kanë spekuluar se Daba mund të jetë një krijesë që ka ekzistuar që në kohrat e lashta dhe është mbajtur e fshehur derisa të vijë koha e dur për të dalë. Në disa interpretime thuhet se mund të jetë një krijesë që Allahu e ka ruajtur për mijëra vite dhe do ta nxjerrë në momentin e fundit të botës. Mund të jetë një krijesë që nuk i përket botës së zakonshme të kafshëve, por një krijesë me karakteristika unike. Dabatul Ard mbetet një nga krijesat më misterioze dhe të fshehta që do të shfaqen para kiametit. Disa sekretet e saj janë: koha e saktë e daljes është e panjohur dhe lidhet me lindjen e diellit nga perëndimi. Ajo nuk është një kafshë e zakonshme, por një krijesë e veçantë me aftësi të mbinatyrshme. Do të shënojë fytyrat e njerëzve, duke i bërë të dallueshëm si besimtar ose jo besimtar. Do të mbajë shkopin e Musait dhe unazën e Sulejmanit, që mund të simbolizojnë pushtetin dhe mrekullinë. Misioni i saj është i qartë, por nuk dihet se çfarë do të ndodhë me të pasi ta përmbushë atë. Mund të jetë një krijesë që ka ekzistuar prej kohësh dhe është e mbajtur e fshehur derisa të vijë momenti i duhur për të dalë. Ky është një nga misteret e kiametit që tregon se Allahu ka vendosur disa prova të fundit për njerëzimin, përpara se të vijë koha e fundit e botës.